ne do të hapim një kapitull të ri të transformimit digital të aeroportit dhe të modernizimit të mëtejshëm të tij, një kapitullin e portave digjitale, të cilat do t'jenë porta ku do të hyet pa asnjë lloj kontrolli nëse je shqiptar dhe nëse ke një pasaport biometrike shqiptare. Kjo do të bëjë që për të gjithë pasagjerët shqiptar që hynë në aeroportin e Rinasit të jetë një hyrje si në shtëpinë e tyre dhe gjithë informacioni do të merret nëpërmjet inteligjencës artificiale që do të ketë kjo port. Natyrisht që ideja është që të filloj me pasagjerët vendas dhe me njëherë pastaj kësaj t'i bashkohen dhe pasagjerët e huaj,